Në ditën ndërkombëtare të gruas, punonjëset e Radio Televizionit Shqiptar u surprizuan me një gjest të veçantë vlerësimi nga drejtoresha e këtij institucioni Eni Vasili. Një trëndafil dhe një mesazh mirënjohje ju dhuruan secilës prej tyre, në shenjë falënderimi për përkushtimin, profesionalizmin dhe pasionin që sillin çdo ditë në punën e tyre. Në urimin e saj, drejtoresha Vasili vlerësoi rolin dhe kontributin e grave në median publike, duke theksuar se puna dhe energjia e tyre janë një vlerë e çmuar. Përshëndetje. Në këtë 8 mars dua t'ju uroj nga zemra dhe t'ju falenderoj për përkushtimin, profesionalizmin dhe energjinë që sillni çdo ditë në RTS. Kontributi juaj është një vlerë e çmuar për institucionin ton dhe për misionin e medias publike. Ju uroj 8 mars të bukur, me sa më shumë vlerësim, frymëzim dhe suksese në çdo hap tuaj. Një gest i thjesht, por i mbushur me vlerësim që la pas një atmosferë të ngrohtë dhe buzëqeshje mes gazetareve dhe punonjësve të RTS-s, në këtë ditë simbolike të fuqisë dhe madhështisë së gruas dhe nënës. Gjithashtu, gëzuar gocave të RTS-s.